që dikush ka ra për këtë vend ka luftuar ti sot për zonërin fal. Nuk do të thot me luftu për këtë vend edhe me vjedhën lapidare dëshmorëve. Ne jemi përshtetëtar, tu nuk jemi për vjet. Mirë, po nuk është mirë me rrajtën. Jo, absolutisht nuk. Jo. Tash njëri po rrajme. Se çure vërteta pak po djeg, po më vjen keq. Jo, se kanë mbledh ata. Mos rraj. Firma ti kanë mbledh. Mo. Do të fjala po rran të riçe pak. Ti si kanë mbledh, nuk i kanë mbledh institucion. Jo, për çfarë për kullën, a ka leja jo. Çu ndërtu? Kulla është ndërtu, edhe je mirë të botë ndërtu, edhe duhet me ndërtu kulla me tashtinë me ty që dikush ka ra për këtë vend ka luftuar ti sot për zonërin fal. Nuk do të thot me luftu për këtë vend edhe me vjedhën lapidare dëshmorëve. E kullën e dëshmorëve. Ja dëshminë që killën media kur të ka dalë për prokuroria. Për kush fjala? Mirë, a bojnë vetëm pak ta ndëgjojmë. Ardian, ti 30 sekonda nuk të përzihet. Studençan u paguan rreth 7.000 euro për lapidarin e ndërtuar nga banorët kallëzim penal ndaj dy zyrtarëve të Çfarikës. Kur u buaj kallëzim penal për cilin vit? Jo, si vjet o kjo. Për çfarë kohë? Çka është vjedh lapidar për çka? 6.900 euro i kanë paguar banorët. Komuna ka hap tender për këto dhe për këto është duke u. A o kry lapidari? Po lapidari u kry, po dikush duhet me përgjigj për ato mjete kush i ka marrë. Nuk duhet thirrë këtu në emër të luftës, në emër të vlerave të ushtrisë çlimtare dhe gjithë ato. Veç me pas short, Ardian, a o kry lapidari a është ndërtu, a është aty? Po lapidari është aty. Banorët e kanë ndërtu. Është nga mediat. Lutem. Studençan u paguan rreth 7.000 euro për lapidarin ndërtuar nga banorët, kallëzim penal ndaj dy zyrtarëve. Prokuroria themelore në Prizren po heton dyshime për keqpërdorime të fondeve publike në projektin e ndërtimit lapidarëve të dëshmorëve në fshatin. Faleminderit, tash mos i ndërhy, Bale, adresoje lapidari. Sa minuta më takojnë kërkoj falje edhe njerë du me sqaru këtë punë njerëzve për gjithmonë. E kemi kontratën renovimi lapidarit në Studençan Vranisë dhe Dubrav. I lutem kontrata zyrtare është. Shkojmë. Po mjetët kujna? Sa pare o qaja kontratë? Prafërsh 49.000. Shkojmë me pozicione detalj. Pozicioni parë. Stacioni parë i përkohshëm, pjesa e Studençanit është 0 pagesë. Vranisë ka kushtu 35.695. Dubrav ka kushtu 5.575. Totali është 41.270 euro. Stacioni dytë i përfunduar në fshatin Dubrav, familjarët e dëshmorëve kanë kërku të ngritet lapidari dhe 7 metra më lartë. Vlera është në fshatin Dubrav 4.802 euro. Totali është krejt 7.377 euro. E qëta... Komplet, komplet... Që ta banorë që po thojnë që i kanë investu mi 600.000? Po është rrenë, se qëta është që? Pozicioni parë... 7.000 e kom gabe. Jo, më vjerë shumë keq kjo nëse unë i referohet mediave, edhe prokurorisë, edhe unë për raj atërë... E keni qunë prokurori, ka kalu kjo... Nuk e kom qunë. Zero. Jo, unë e se ku qua sune. Nuk e kom qunë. Ato e kanë qunë banorë të cilët kanë pagu për atë lapidar. Nëse ata e kanë me drejt, ne jemi përshtetëtar, tu nuk jemi për vjetë. Mirë, po nuk është mirë me rrajtën. Jo, absolutisht nuk është rrajtë. Jo. Ta është njoni për rrajme... Se qure vërteta pak po djeg, po më vjen keq, po... Jo, vëlloj mund, as një plan se kam nuk duhet të thirrësh në emër vlerave të keq përdorësh buxhet. Ki keq përdor shumë herë, ndërtimet rrugëve ka pagesa ka ki bo ka 3 dhe 5 herë që din më to qytetarë të bo më tjemë. Kamera, pozicioni pagesës në fshatin Studençan është 0. është 0. Çka i bjen kjo, Bale? 7.000 euro që konë të parapanin në fshatin Studençan. Disa kolekt luftës kanë... E pse është do është me qenë projekt nëse o 0? Ta të regoj. është konë projekt, me 13 qeshor kanë kërku të ndërtohet një lapidar për ditë çlirimit. Ai lapidar u ndërtua me donacionet të firmave të Çfarikës. Procedurat e këtij tenderi kanë filluar në muajin korrekt gusht. Nuk kem pas nevojë me investu për atë arsye shkruan 0 faktura. Edhe një herë pi tham, këtë lëndë kanë marrë krimet të rana, e kanë verifikuar, kanë kthy. Nuk është mirë me dezinformuar qytetarët. Çka do të thonë kanë kthy? Po pozitiv, s'ka kurrë. Mjetet kanë shkuar edhe një herë po tham. Mundi e marr këtë listën në qaru, kofë që janë kamerat, dhe po, komplet e keni. Pozicioni është 0. Qofë sa pozicioni 0 pare. Parat kanë shku në Dubrav 7.000 euro, faktura është komplet. Po në gjë, banorët e Studençanit i kanë mbledh mjetet. Kush i kanë da? Banorët e Studençanit, 6.900 euro i kanë mbledh ata. Jo, si kanë mbledh ata, mos raj.
Firmat i kanë mbledh. Mo. Do të fjala po rranti të riçë pa. Ti si kanë mbledh, nuk i kanë mbledh Stoçani. Nuk i kanë mbledh Stoçani. Jo, po nuk Bajs vetëm me thonë, kam me thonë. Edhe banorët janë firma. Rritën këtë rast se nëse kështu vazhdon edhe unë muj me vazhdu këtë. Unë e kam organizuar. Banorët muj me qenë firma, Ardiana, muj me qenë firma. Jo. A muj banorët me qenë edhe firmat e qati Tash, veni. ndëgjo, jeta, unë jem bazë... Firmat e komunës Suareke s'ka mbledh donacione kanë ndërtu lapidarin. Nëse prokuria është morë me këtë landë, unë nuk e di ku kanë mri hetimet e këto. Mirë.